Zoti Demi, faleminderit për ftesën që ju pranuat dhe për të qenë këtu me ne. E di që është një moment i ngjeshur, një ditë e ngjeshur në karrierën tuaj, por para se unë të nis me pyetjen e parë, do desha të bëja një parashtrim sepse unë ju ftova në këtë podcast. Në fakt kam lexuar ide tuaja në një shkrim që Blerina Gjoka ka shkruar për Birnin, lidhur me një profilizim psikologjik të kryeministrit Rama. E më nxiti për t'ju ftuar duke qenë që aty jepen disa ide, të cilat kam përshtypjen që duhen shtjelluar edhe në një podcast, pra më tej. A mund të thoni për audiencën tonë, cili është komenti, cila është analiza që ju i bëni këtij profili? Në qoftë se i referojmë shkrimit të cilët ju përmendët, ishte një intervistë e shkurtër dhe pasazhe për sa interviste janë përdorur për shkrimin. Dhe sigurisht që nuk kam prepotencën ta konsideroj atë një profil psikologjik të askujt. Ishin disa mendimet mia ose një analizë nga një këndvështrim psikopolitik, i përdorimit të gjuhës dhe stilit politik që kryeministri Rama shfaq në momentet caktuara. Sigurisht që çdo politikan përveç pjesës personale që mbart në rrugës sipër mëson disa aftësi të tjera, le të themi komunikuese. Ka njerëz të cilët merren posaçërisht me trajnimin e politikanëve për sa i përket përgjigjeve të nevojshme në momente të caktuara, që mund të jenë momente krizash, momente festash, momente le të themi të relaksuara, dhe këto profesionistë të komunikimit janë aty mbas kuintave dhe përgatisin çdo gjë në detaje. Nuk e di sa ky është rasti, por do thoya që kryeministri Rama, sipas këndvështrimit tim, jo gjithmonë pozitivisht e përdor me mjeshtri, themi, komunikimin e tij për të ndikuar tek masat që janë bërë një apel emocional. Apeli emocional është një prej teknikave të njohura në psikopolitik, duke u përpjekur për të ndikuar sidomos skutat e errta të secilit prej nesh, ku ne nuk jemi plotësisht të ndërgjegjshëm mbi përmbajtjen e këtyre skutave emocionale, të cilat aktivizohen në rastin e individëve të cilët kuptojnë mirë psikologjinë e masave, psikologjinë sociale, kuptojnë mirë efektet e ndërhyrjeve dhe të fjalëve që përdorin, të tonit të zërit, madje dhe i njëjti person mund të jetë shumë i kujdesshëm dhe me një fjalor mjaft estetik dhe etik, dhe në një moment tjetër mund të jetë gati primitiv në mënyrën se si komunikon, duke ditur se kë ka përpara, le të themi, kujt audiencë i drejtohet. Kam përshtypjen që audienca ka parasysh pak, si themi, videon ose shpërthimin, nëse mund ta quajmë, të zotit kryeministër ditën ose një ditë mbrapa arrestimit të numrit 2, mund të themi, në Partinë Socialiste, dhe edhe në mediave në fakt na ka bërë shumë përshtypje se si kryeministri i shpëton një element që u duk sikur ishte shpëtim, ju doli nga kontrolli, por në fakt kur e analizon pastaj dhe në këndin, pasi lexon dhe idetë tuaja, kupton që mbase nuk ka qenë dhe aq rastësore, apo jo? Ndoshta jo. Mund të spekulojmë në dy drejtime. Njëri për këtyre do ishte
një shkarje rastësore, le të themi, në një situatë dukshëm të tensionuar, të cilën më pas, në qoftë se e shikojmë në këtë drejtim, kryeministri dhe stafi i tij u mundua ta rikuperonte, le të themi, si moment, duke bërë edhe disa video meme me bivendosje, le të themi, fjalësh apo situatash të tjera. Nuk e di nëse e kujtojnë ato vite që dolën më pas, Giorgia Meloni, apo një këngë, le të themi, hip hop apo rap, sepse praktikisht vëmendja sipas ritmit të godisës tavolinës. Një këndvështrim tjetër, shumë i mundshëm të thoja unë, është themi qëllimshmëria e asaj skene dhe përgatitja deri në detaje e asaj skene, duke bazuar tek ato që thash edhe më përpara, që përgatitjet e çdo reagimi praktik normale në komunikimin e personave publik. Një ide tjetër juaja shumë interesante është shtjellimi, elaborimi që keni bërë hakmarrjes si strategji politike. Çfarë po ndodh, pse është kaq agresiv ambienti i komunikimit në Shqipëri, sidomos sa i përket politikës? Por edhe lidhur mbase edhe me liderët kryesorët. Sigurisht, agresiviteti nuk është i rastësishëm, mendoj unë, edhe në komunikimin politik mes liderëve të politikës, pasi agresiviteti është një gjendje emocionale dominuese në shoqërinë shqiptare, ndoshta ajo gjithmonë në mënyrën klasike të saj, por agresiviteti shprehet në mënyra të ndryshme, nëpërmjet fjalëve, nëpërmjet vendimeve që merren, nëpërmjet sjelljes trupore, nëpërmjet, të thoja unë, arrogancës, nëpërmjet dhunës fizike, pra mënyra të ndryshme të shfaqjes së agresivitetit, dhe fatkeqësisht ne gjejmë goxha të përhapur si dukuri në shoqëri. Edhe ambienti politik pashmangshmërisht do reflektoj dukuritë dominante në shoqëri. Edhe politikanët janë pjesë e kësaj shoqërie, ndikohen, por nga ana tjetër mos harrojmë që në politik ka shpesh herë dhe teatralitet. Për të shërbyer situatave, për të shërbyer qëllimeve të mundshme, dhe që ndoshta mund të shtellojmë pak më vonë konceptin relativisht të ri, do thojmë, të triadës së errët, që ka të bëjë me tendencën apo me aftësinë që politika ka për të thithur personazhe me personalitete të spikatura, quasi patologjike, të thoja, tre fusha të ndryshme të personalitetit, siç janë narcisizmi, psikopatia dhe makiavelizmi. Është një koncept që të thoj, sipas këndvështrimit tim, goxha i goditur për të përshkruar shumë individ apo lidera politik, të cilët kryesisht arrin në majat e pushtetit në vende ku nuk ka një kulturë të mirëfillt demokratike. Jo gjithmonë, ka dhe raste dhe në vende me një traditë të lashtë në demokraci, ku her pas here mund shfaqen figura me tipare të spikatura të njëri për këtyre një komponenteve të personalitetit. Kjo vjen për lehtësi të liderit për të pasur situatën në kontroll, apo si shkak edhe i efekteve të shoqërisë ku këta lider veprojnë? Për të përgjigjur kësaj pyetje do bëja një pyetje tjetër,
çfarë të siguron politika, ku të çon, në ç'drejtim drejtim të çon. Në synimi është pushteti. Dhe pushteti është një gjendje që përthith në mënyrë të jashtëzakonshme individ të cilët pushtetin e kanë të domosdoshëm, e kanë ushqen me të oksigjeni që ne thithim çdo ditë. Pra, nuk është e rastësishme dhe nuk është e çuditshme të thoja unë që shpesh herë në politikë ne hasim në individ të cilët bëjmë pjesë në këto 3 grupe problemet të personalitetit. Nuk e di nëse është vendi apo rasti për të folur më specifikisht për këto 3 tipare të forta të personalitetit të individit, ku narcisizmi ka të bëjë me një vetëvlerësim të lartë, jo në nivelet e normës, pra një vetëvlerësim të lartë që bazohet kryesisht në nënvlerësimin e të tjerëve, dhe jo thjesht një vetëvlerësim i lartë nga i cili personi përfiton në të përditshmën e vet. Dhe një nëpërkëmbje, do thoja unë, të mendimit, të sugjerimeve apo të pranisë të tjerëve, sigurisht që ky mund të jetë thelbi i narcisizmit, ndërkohë që thelbi i psikopatisë karakterizohet kryesisht ose i personalitetit antisocial. Karakterizohet kryesisht nga mungesa e empatisë, mungesa e ndjenjave të fajit dhe të përgjegjësisë për veprimet që ato bëjnë dhe mungesa e empatisë në lidhje me efektin që veprimet e tyre kanë tek të tjerët. Kurse makiavelizmi, ashtu siç e thot vetë edhe fjala, karakterizohet kryesisht nga qëllimi që vikon mjetin, pra unë mund të them çfarë të dua, mjafton që të arrij atë qëllim që kam, mund të bëj çfarë të dua, mund të shkoj në cilin krah të dua, për të arritur atë që unë kam nevojë, dhe kjo nevojë është pushteti në këtë rast. Ju mund të arrini vetë në konkluzion ngjashmëritë në realitetin ton shqiptar dhe të përcaktojmë. Ka plot paralele, me thënë të drejtën, ka plot paralele. Megjithatë, pyetja ime është, politika dhe pushteti i thith. Hakmarrjen. Po, dhe hakmarrjen, po. Marrja është një retorik goxha e zakonshme politike dhe kryesisht përdoret nga lider populist, kryesisht dhe jo ekskluzivisht, sepse në momente të caktuara në historinë e kombeve të ndryshme, sigurisht që mjaft lider të cilët kanë qëllime të pastra dhe të lira, le të themi, për të ndihmuar kombin e tyre, mund ta përdorin këtë si retorik nxitse apo zgjuase për audiencat e tyre, për popullin të cilin ato të heqin, për të arritur një synim produktiv në shoqëritë e tyre. Por thash që në pjesën më të madhe të rasteve, sidomos në kushte paqe, retorikët hakmarrëse janë retorika të cilat synojnë një lloj manipulimi të masave, duke edhe mobilizim njëkohësisht. Po, patjetër, edhe mobilizim. Ai është një produkt i këtij manipulimi, duke sjell në tavolinë historinë e padrejtësive që perceptohen gjerësisht në popullsi, dhe këto lider i bëjnë këto histori, i kthejnë këto histori në qendër të vëmendjes, madje mund të shkojnë larg në kohë për të gërmuar momente padrejtësish, dhe që krijohen pastaj retorikat specifike të cilat përdoren, thoya ndonjëherë
fatkeqësisht edhe keq përdoren për të arritur synime apo interesa afatshkurtra politike. Kemi mjaft shembuj që mund të sjellim edhe të kohëve të sotme. Do thoja që Vučić, Putin, Orban, lideri i Partisë Komuniste Kineze, Xi Jinping, madje edhe Trump e përdor vazhdimisht këtë si retorik themi për të gjeneruar mbështetje edhe të fuqishme nga masat. Pushteti tërheq njerëz me tipare të caktuara të personalitetit, po pyetja ime është kur këta njerëz janë brenda ciklit të pushtetit, a transformohen më tej për më keq ose si ndodh transformimi i tyre, sepse një nga gjërat që vëmë re ne tek njerëzit që marrin pushtet, se pushteti nuk presupozohet vetëm një pushtet politik, por sot mund të kesh pushtet në disa dimensione, është të transformon edhe më tej pushteti dhe si ndodh transformimi në Shqipëri, se më duket sikur ne jemi njerëz që duam shumë pushtetin. Po ekziston le të themi ky këndvështrim që pushteti transformon, paraja të transformon. Unë nuk jam plotësisht dakord me këtë. Unë mendoj që pushteti, qoftë ky financiar, qoftë ky politik, qoftë fizik, sepse po të zbresim më poshtë në qelizat e shoqërisë, pushtetin ka një luftë për pushtet kudo, në çdo pjesë të shoqërisë, edhe brenda një familje, edhe brenda një marrëdhënie. Është luftë për pushtet fikse edhe brenda një marrëdhënie, në kuptimin mund të çojë edhe në zhvillim pozitiv, s'ka diskutim, por mund të jetë produktiv, patjetër, mund të jetë produktiv. Po flasim për pjesën shqetësuese, le të themi, të keq përdorimit të pushtetit. Dhe unë mendoj që në fakt pushteti i çfarëdo lloji nuk të transformon, por nxjerr në pa diçka që është ku atyre fjetur, dhe marrja e pushtetit e bën të mundur shpërfaqjen e kësaj pjese të errët të individit. Njerëz të cilët kanë një marrëdhënie të shëndetshme me veten e tyre, kur vinë në pushtet, përpiqen ta përdorin pushtetin për të prodhuar, për të qenë produktiv në interes të tjerëve, të popullit të tyre, të familjes të tyre, të kompanisë të tyre, të klasës në shkollë, pra gjithmonë në një grup më të madh se sa 2 veta, një person do jetë lider. Ky pozicion pastaj ka rrezik të keq përdoret në rast se ky person lider ka arritur të ndërtojë një marrëdhënie të shëndetshme me veten e vet, po. E për ta mbyllur ciklin e ideve të shkrimeve tuaja, më ka bërë shumë përshtypje publikimi një skice nga ana juaj i politikanëve që ishin duke folur në foltore, mirë po ishin shtrirë në atë poltronën e psikanalizës. Po më kujtohet dhe kam përshtypjen dixhitura imi ishte ka ardhur koha që. Ka ardhur koha. Sigurisht, po fatkeqësisht do thoja që një politikan apo një person të shtrihet në të poltronën e psikanalizës ose të bëj psikoterapi për të kuptuar më mirë veten, së pari duhet të kuptoj që ka një problem. Dhe këtu është fatkeqësia jonë. Themi sepse përgjithsisht ne udhëheqim nga njerëz të cilët nuk arrin të shikojnë problemet e tyre, ose duhet t'i vi, le themi, shumë e fortë përgjigja nga diku, nga toka apo nga qielli, në mënyrë që të ndalojnë dhe të reflektojnë dhe të mund të shohin që ka diçka që nuk shkon dhe që mund të kërkojnë ndihmë. Fatkeqësisht shumë rrallë bëjnë. Politikanët dhe më rrallë? Aq më tepër. Megjithatë unë mendoj që edhe ne si shoqëri, po flas njerëzit e zakonshëm, ka një problem me konsultën, të pak me ato konsultat e para me psikologjin, për shumë çfarë na ka ndodhur në një studim që ne kemi bërë si organizat me mbështetjen e autoritetit të mediave audiovizive tek audiencat,
I kemi pyetur dhe janë përgjigjur diku te 769 pjesëtarë të audiencave shqiptare dhe pyetja ka qenë fare e thjeshtë. Ku konsultoheni për efektet që ka televizioni te ju? Pra efektet negative të tipit ankthi, shqetësimet, sepse në momentin që ti dëgjon shumë vrasje, dëgjon debatet polarizuara me agresion në mes, natyrisht kanë një impakt dhe vetëm 3% konsultoheshin me psikolog, vetëm 3%. Kjo shifër mund të duket e ulët, edhe mund ta konsiderojmë të tillë, por do thoya që jo të gjithë njerëzit të cilët ngacmohen negativisht nga intensiteti i informacionit dhe edhe natyra e informacionit, natyra negative apo shqetësuese e informacionit, jo të gjithë domosdoshmërisht zhvillojnë probleme të rëndësishme emocionale apo mendore. Kjo ka të bëjë shumë edhe me predispozitën individuale për të reaguar në mënyrë anktioze, depresive apo psikotike, le të themi ndaj situatave stresuese që ne kemi. Një pjesë e mirë e njerëzve mund të mjaftojë një konsultim me miqt, me shokët, me familjen. E në fakt përgjigjet kryesorisht me familjen dhe miqt, 22% thoshin nuk konsultohemi me askënd. Edhe pse e pranonin që përmbajtje televizive krijonin shqetësim te ta, sepse ishin fillimisht e pranuan që krijonte shqetësim. Por këtu pastaj mund të marrin pjesë dhe ky fenomeni tjetër i stigmës, që është stigmë sociale, po është dhe vetë stigmatizim. Pra, themi kur shkon te psikologu diçka ke, që mund të shkojë te psikiatri, te psikologu, domethënë edhe sot e kësaj dite vazhdojnë të tilla klishe si kam i çmendur unë që thuhet. Në fakt, pjesa e çmendurisë apo e psikozës, ose ta quajmë terminologjinë shkencore, është një pjesë e vogël e rasteve në cilët profesionistë shëndetit mendor merren. Pjesa më e madhe e rasteve ka të bëjë me një disrregullim themi të këtyre balancave tona të brendshme që na mbajnë neve të qetë apo të sigurt themi në përditshmën tonë. Në raste të tilla, shumë mirë njerëzit mund të marrin ndihmë nga një psikolog, nga një psikoterapist, po qoftë edhe psikiatër, qoftë edhe duke u ndihmuar në raste të caktuara kur disfunksioni ka përparuar, duke u ndihmuar edhe me ndonjë medikament përkohësisht. Po familja çfarë kontributi mund të bëj? Këshilla juaj, madhomendja për shumë familje është më e vlefshme se çdo lloj përmbajtje mediatike që mund të publikojmë, se jeni eksperti, kështu që un kam dy lloj përgjigjesh për këtë pyetjen tuaj. Përgjigjja e parë është shumë e thjeshtë. Dhe përmban vetëm një fjalë, që është dashuria. Dhe këtu përmblidhen të gjitha llojet e tjera të ndërhyrjeve që familja mund të sigurojë. Në qoftë se ka dashuri, sigurisht që fjalët që thuhen, afeksioni që tregohet, mbështetja që i ofrohet personit, ka një potencial të madh ndihmues. Nga ana tjetër, mund të flasim më specifikisht mbi këtë pyetje. Sigurisht që është kërkesa e parë apo indikatori i parë i ndërhyrjeve ndihmuese brenda familjes është aftësia për të dëgjuar, për ndenjur aty për të dëgjuar tjetrin dhe jo për të vrapuar, për të gjykuar, qoftë edhe për të justifikuar problemin, duke synuar minimizimin e problemit. Pra, aftësia për dëgjuar e një pjesëtari të familjes është goxha e vyer, do thoya, unë si një burim ndihme. Dhe sigurisht që dëgjimi nuk mjafton në disa raste mund të mjaftojë, kur një person ndjehet i kuptuar dhe i dëgjuar, krijon një lloj ventilimi të rëndësishëm të këtyre emocioneve të forta që ta shqetësojnë. Por në disa raste nuk mjafton dhe mund të kërkohet një ndërhyrje mbështetëse që në varësi të themi personave të disponueshëm janë të ndryshme.
dhe jo domosdoshmërisht është e lidhur me arsimimin, pavarësisht se informimi dhe arsimimi dhe edukimi janë element të rëndësishëm në përgatitjen e secilit prej nesh në përballimin e situatave në më të ndryshme. Por edhe një person i thjesht pa njohuri të theksuara, le të themi mbi shëndetin mendor apo ndërhyrjet ndihmuese, me fjalë të thjeshta po të ndjera jetë goxha efektiv në reduktimin e dhe pjesa tjetër që jo gjithmonë funksionon është ndihma apo suportimi, mbështetja ndaj personit që kërkon ndihmë për t'i sugjeruar, për ta mbështetur, për të shkuar për të kërkuar ndihmë tek një profesionist. Sepse shpesh kemi raste ku fëmijët, motrat, vëllezërit, bashorti etj. Kanë një problem e diskutojnë këtë gjë dhe e përmendën më parë tendenca minimizuese apo qoftë edhe gjykuese, thënë jo. Ç'mund ke ti shkosh te psikologët, te psikiatrët. Ti e gocë fort vetë, një zgjidh vetë gjërat, duket sikur është një mbështetje dhe një kontribut për ta bërë tjetrin të ndihet më mirë, por nuk mjafton dhe mund të ketë një efekt negativ sepse e bën tjetrin të tërhiqet dhe të mos shprehet më sepse do të marrë të njëjtën përgjigje. Ju do të kandidoni për koalicionin Euro-Atlantik. Po kandidoj. Më konfirmuan dhe listat. Dhe në fakt unë kam pasur një dilemë dhe duhet ta them, duke qenë që jemi para fushate edhe duke qenë që ne si media duhet jemi objektiv dhe të kujdesshëm për çdo që ftojmë në biseda të gjata sepse shoqëria ka tendencën ta marrë si një lloj promovimi, por ama nga ana tjetër, ne si media të reja që jemi jashtë censurës televizive, dhe jam shumë e lumtur ta them këtë gjë. Lumë si ne dhe lumë teknologjia që na ka ofruar këtë mundësi, nuk e kemi kompleksin të ftojmë njerëz që kanë pozicione politike ose kanë ndërmarrë pozicione politike, sepse në thelb të ftuarit duhet të jenë qoftë edhe në podcaste për shkak të ideve të tyre. Dhe mu desh ta thosha këtë për pyetjet një qenie politike në thelb. Dhe duhet të jetë ashtu. Sepse të mendosh politikisht është të jesh i përgjegjshëm për çfarë të ndodh ty, çfarë ndodh familjes tënde, çfarë ndodh komunitetit tënd dhe vendit tënd. Dhe të qëndruarit, le të themi pasiv, sepse politika është e pisët, mendoj që e ushqen gjithnjë më tepër këtë ndotje në politikën tonë. Unë mendoj që politika nuk është e pisët dhe nuk na bën pis, njerëzit e bëjnë pis politikën, ato që janë të ndotur, le të themi përsëri tek ajo që tham që parë, që pushteti dhe paraja i transformon njerëzit, por ata arrin të aktivizojë diçka që është aty brenda tyre. Dhe fshehur. E bëra këtë parantezë për thënë gjë tjetër, që ajo që më ka bërë përshtypje te statuset që ju keni publikuar është që keni ndërmarrë nismën për të mos qenë agresiv dhe për të pasur një sjellje ndryshe nga ajo që ne shohim. Po sepse dhe pyetja ime është a do përshtatet mbase kjo qasje me tendencën për të qenë me sa më shumë temperament dhe agresivitet që mbase do dojë një pjesë elektoratit? Apo nuk është fare e vërtet që elektorati kërkon këtë lloj ngarkese, agresioni nga... Elektorati mendoj që është futur në një cikël të tillë vicioz, më thënë ku i jepet, i ushqehet agresivitet dhe konfliktualitet dhe e merr këtë ushqim dhe përpiqet ta tresë, por shpeshherë themi shkakton indigestion emocional, do thoja.
Dhe në qoftë se ju do bëni një sondazh, le të themi sa më objektiv për sa i përket kësaj pjese, sigurisht që pjesa më e madhe përgjigje jam i sigurt që do jetë që nuk e pëlqejnë këtë klimë konfliktualiteti dhe agresiviteti në politikë. Në tjetër duket sikur edhe e vlerësojnë, sepse fatkeqësisht më duhet të them që dinozarët e politikës shqiptare konfirmohen her pas here, edhe për shkak të kësaj mënyre të bërit politik. Sepse duket sikur agresiviteti dhe konfliktualiteti përforcon të drejtën tek ata, në fakt është e kundërta. Nuk e di sa të doni ju ta zgjeroni këtë mënyrën time të menduarit mbi këtë fenomen. Do donim shumë ta zgjeronim sepse vërtet unë personalisht jam shumë e interesuar duke qenë që jam edhe studiuese e komunikimit. Edhe më shqetëson shumë agresioni që shoh. Agresioni që vjen që tek salla e parlamentit, po themi, e mënyrës katastrofike. Do ta lejmë me një anë themi etikën profesionale për një moment, do thaj që është skandaloze. Po, le të kthehemi etikës, sigurisht jo vetëm e papërshtatshme, por është një konfliktualitet dhe agresivitet i cili transmetohet në masat, por në bazë pikërisht për polarizuar situatën. Dhe çfarë ndodh në këtë situatë polarizuar? Iniciativat e reja, individ të ri që duan të marrin pjesë në politikë, me idetë e tyre, me vullnetin e tyre për të ndryshuar gjërat, duket sikur janë të tepërt pastaj. Në një situatë bipolare. Dhe fatkeqësisht ka funksionuar shumë shpesh një gjë e tillë. Le të shpresojmë këtë herë të gjejmë një të qarë themi në këtë polarizim të skajshëm të thojë. Dhe të japim një model ndryshe mbi si mund të bëhet politika. Dhe gjëja tjetër që kam vlerësuar tek ju është fakti se keni theksuar pjesën që mungojnë zgjidhjet. Sepse partitë politike, politikanët e rinj, edhe politikanët e rinj në partitë e reja të themi, janë denoncues shumë të mirë. Mediat i bëjnë praktikisht shumë mirë, por problemi është që ne nga politika presim zgjidhje. Nuk mjafton. Dhe prandaj grupimi jon, pra koalicioni Euroatlantik tashmë, sepse kur unë u futa në rrugën e politikës, ne ishim Partia Demokratike e nuk po e hapim këtë çështje se është jashtë fokusit. Ishte më shumë për ta marinuar një çik bisedën tonë. Pra, ka qenë një nga synimet tona të para të punojmë për programin politik dhe unë kam qenë pjesë e grupit të punës për programin e shëndetësisë, sigurisht kam kontribuar më specifikisht në pjesën le të themi e shëndetit mendor dhe të përkrahjes sociale. Ku keni dhe ekspertizë. Po, patjetër. Mund të flas në mënyrë si profesore dhe për gjëra të tjera, por besoj që nuk do ishte korrekte për dëgjuesit. Kështu që kemi grupimi vetëm në fakt që kemi shpallur programin politik që në qershor të vitit kaluar. Një program i strukturuar imtësisht dhe që adreson çdo moment të jetës së një individi. Dhe kujdeset për të gjitha problematikat specifike që një individ mund të hasi që nga lindja, madje që nga konceptimi dhe deri në fund të jetës së vet. Është një program i kostifikuar në mënyrë metikuloze, do thoja, nga ekspertët tanë, pavarësisht se mund të krijoj idenë e një programi themi jo realist për shkak të zgjidhjeve që ofron, është
plotësisht i kostifikuar, duke llogaritur këtu edhe themi efektin e pritshëm të ndërhyrjeve antikorrupsion dhe të shpërdorimit të fondeve në vendin tonë. Që unë jam i bindur që edhe madje kështu po e bëj dhe fushatën time në mediat online. Në fillim mendova të sjell 5 fusha të ndryshme problematikash, ku përfshiva arsimin, shëndetësinë, ekonominë, korrupsionin dhe problemet e rinisë. Dhe në fillim të kësaj jave kam filluar të publikoj dhe pjesë nga programi jonë që i përkasin pikërisht këtyre fushave dhe adresojnë në mënyrë specifike këto problematika. Sa e litë është të bëhet fushat në këtë mënyrë, duke pasur parasysh që në televizionit të caktuara është shitur e gjithë fasha? Apo censura është jashtëzakonisht në Jam nivele... parlemruar për këtë gjë. Shikoni, po flas shumë hapur, jam parlemruar për këtë gjë, jam parlemruar për shifra marrëmendse, le të themi, për minutazhin televiziv. Gjithsesi, në mënyrë të pafajshme dhe ndonjëherë edhe naive madje, unë kam menduar që me prezencën time në media për problemet të shëndetësisë apo të shëndetit mendor, mund të kem krijuar mjaftueshëm rezerva që të mund të kërkoj prezencë mediatike. Kam qenë i pranishëm në disa emisione, kryesisht për të prezantuar veten në këtë rol të ri. Kam edhe 2-3 ftesa që janë për këtë javë dhe javën e ardhshme. Por nuk e di, besoj me ashpërsimin e fushatës dhe fatkesisht e me ashpërsimin, sepse të tillë e pres, pavarësisht asaj që mendoj se si duhet jetë. Këto hapësira të ngushtohen. Dhe pjesa e mediave sociale apo edhe e mediave si ju ofron një mundësi të rëndësishme për mendimin tim, që edhe ne që s'kemi shumë hodë në këtë situacion që është një problematikë në vetë, sepse duhet të themi që fshatat këtu nuk bëhen me fondet që mbështetin. Bëhen as me fondet që të mbledhin nga kuotat e antarësisë. Shpenzohen shumë marrëmendse parash për të influencuar, për të publicizuar, për të prodhuar materiale luksoze, publiciteti, për këto minutat televizive. Që në fakt duhet të ketë një konkurrencë idesh, perspektivash, zgjidhjesh. Ka një ligj që mundohet të rregullojë atë të kofën. Ne jemi një grupim tashmë i vjetër dhe i ri, por nuk e di si në këtë ligj përfshihemi. Nuk e kam analizuar listën tuaj me shumë vëmendje, me thënë drejtën, po kemi analizuar listat e 2 partive të tjera. Dhe nuk rezultojnë aq të reja, me thënë të drejtën, kështu që nuk do të jeni dhe aq pesimist. Një mendim për listat nëse ju intereson, është unë i pash kështu, Kalimthi, si që kemi parë. Nga njëra anë një pik shumë ngjyrshe, le të themi, që mundohet dhe mundohet të zvogloj dëmin e shkaktuar në 12 vite konsumimi i pushtetit, dhe jo një konsumim të thoja unë i zakonshëm pushtetit. Pra një kozmetik që synon të fshe kalbin e sistemit, dhe nga ana tjetër e listave, një bunkerizim primitiv, më lejoni ta them, me synimin
për të mbrojtur sa më shumë status quo-n në këtë vend, sepse kurse si nuk më duk një listë fituese nga fjalën për listën e PD-s. Fatkesisht dhe disa element, nuk e di nëse mund përmend raste individuale, fituesi i primareve në qarkun e Tiranës. Ishte në listat e hapura. Ishte në listat e hapura dhe unë mendoj që me integritet dhe me dignitet ai nuk pranoi të ishte në listat e hapura. Po kështu edhe në rastin e zonjës Tabaku. Mendoj që aty janë disa dinamika të tjera, të themi që kanë të bëjnë me mënyrën si zonja Tabaku, po dhe disa ish kolegë të tjerë të grupeve këtu janë arritën në këtë pikë. Gjithsesi do shohim se çfarë do të thonë. Do shohim, por nuk është se ka ndonjë gjë të re praktikisht. Ishte e pritshme? Lista jonë është shumë të reja, që se dhe i kushton në vëmendje. Janë njerëz kryesisht që kanë prodhuar dhe kanë shërbyer në këtë vend. Nuk janë ndoshta politikanë karriere, por janë njerëz të cilët e kanë ngritur atë emrin e tyre duke shërbyer në institucione, duke shërbyer njerëzve në profesionin e tyre, duke shërbyer shkencës, ashtu. Dhe do ishte mëkat që themi bunkeret dhe fasada të dominojnë në parlamentin e ardhshëm. Ju falenderoj shumë që morët kohë për të qenë në këtë bisedë. Falenderoj juve. Edhe shpresoj që dhe audienca të gjej kohën për të na ndjekur, sepse ju e dini dhe audienca ndjek ato short videot. Po, unë do vetë pamundën për ta shpërndar. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.